Këtu është horoskopi e hënë 31 mars 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Ditë e shkëlqyeshme, do të keni mundësinë të ndryshoni diçka në jetën tuaj, si në punë ashtu edhe në dashuri. Humori është i mirë, por ju mund të jeni të prirur drejt një aktivizmi të konsiderueshëm, i cili kontribuon në stresin afatgjallë. Demi. Marrëdhëniet që lindin gjatë kësaj periudhe do të marrin kohë për t'u pjekur. Për disa do të ketë një punë të re ose një rrugë të re personale. Binjaket. Vullneti i mirë kthehet dhe gjithashtu përkthehet në një aftësi shumë të lartë për të bërë plane për të ardhmen. Favorizoj një ndryshim. Në dashuri jeni të preferuar, dilni përpara nëse ju pëlqen një person. Gaforja. Është e mundshme që këto ditë do të duhet të rishikoni një marrëveshje, edhe në dashuri ju ndjeni një ftohtësi të vogël ose nevoja për të bërë të qarta disa ndërprerje. Luani. Së shpejti duke punuar një lajm, do të jetë e nevojshme të rindisni ose modifikoni një projekt. Vëmendje kur udhëtoni, lodhje, shpërqendrime për të shmangur. Virgjeresha. Situata profesionale në favorin tuaj. Në dashuri idetë e çmendura, ndryshimet, takimet fatale nuk ndalojnë fatin. Peshorja. Ditë e fuqishme për njerëzit që duan të aktrojnë në punë, që kërkojnë një situatë më të mirë në nivelin sentimental. Fitnesi fizik është i mirë, nëse keni pasur ndonjë sëmundje ndiheni më mirë tani. Akrepi. Dita për të jetuar e qetë, nuk ka probleme të mëdha, por ju jeni nervoz. Sa keq për parat, keni shpenzuar shumë. Shigjetari. Kjo periudhë thekson nevojën për një ndryshim të drejtimit në biznes. Në ndjenja do të jetë më mirë të ngecni. Britsjapi. Më duket një ditë efikase, pozitive për të rikuperuar fatin, forcën dhe për të besuar më shumë në aftësitë e veta. Është e vërtetë që ka pasur momente ndalimi në punë, por tashmë jeni gjithnjë e më të bindur se gjithçka mund të rikuperohet. Ujori. Është një ditë interesante për kontakte dhe marrëdhënie shoqërore. Një situatë e re hapet para jush në lidhje me punën. Do të mundoheni të ndryshoni ose modifikoni një strategji. Peshqit. Mos vendosni shumë mish në zjarr, gjithashtu sepse sot ka pak zjarr. Shtyni takime ose intervista të rëndësishme dhe, mbi të gjitha, përpiquni të merrni këshilla. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.